thonë bëj kryp fëmis, se e kanë marrë mësysh, a është e vërtet? Si pas këtyre, duhet me e botur shi. Allahu na rujt. La ilaha illallah. Larg bestytnive, larg besimeve të kota. As kripa, as patkoj, as hudhra, as hajmalit, nuskat. Nuk të mbrojnë, nuk e ruajnë, nuk sjellin mirësi, nuk sjellin mbarësi. Ai që të ruan, ai që të mbron është vetëm Allahu i lartësuar. Lutju Zotit gjithësisë. Lexoj fëmijës Kur'an. Është shërim për besimtarin. Kështu e përmend Allahu i lartësuar në Kur'an, që Kur'ani, pra ne zbresim prej Kur'anit çfarë është shërim për besimtarët. Prandaj lexoj fëmijës Kur'an. Ai që na mbron dhe na ruan është Zoti i gjithësisë. Nuk është as kripa, as hajmalia, as plumbi i shkrirë. Ai që na ruan dhe na mbron është vetëm Zoti i gjithësisë. Prandaj, nëse dyshon se fëmia ka mësysh, lexoj shumë thjesht, lexoj ajetin Kursi. Lexoj edhe 3 suret e fundit të Kur'anit dhe lutju Allahut lartësuar drejt për drejt, që Zoti i gjithësisë ta mbroj, Zoti i gjithësisë ta ruaj. A ka më mirë se sa ti lutesh Allahut lartësuar? Zoti i gjithësisë çfarë thot? Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua t'u përgjigjem ju. Prandaj lutju Allahut dhe Zoti i gjithësisë është ai që e ruan dhe e mbron fëmijën.